Qindra mijëra qytetarë në Prishtinë dhe në qytete tjera vërshuan rrugët e Kosovës me parulla që jehuan gjithandej. Kosova Republik, Republik, Kushtetut, e duam flamurin kombëtar, por edhe shumë parulla të tjera. Këto parulla ishin betim kolektiv për liri, dinjitet dhe të drejtën për vetëvendosje. Ato u shkruan në mure dhe në rrugë, shpesh natën dhe në rrezik të drejtë për drejtë. U brohoritën në demonstrata dhe u përsëritën nga një qytet në tjetrin, derisa u kthyen në gjuhën e përbashkët të një lëvizje që nuk mund të izolohej. Demonstratat e vitit 1981 krijuan një ndërgjegjësim të ri shoqëror, i cili e ndryshoi në mënyrë thelbësore mënyrën se si shqiptarët e Kosovës e shihnin veten dhe të ardhmen e tyre. Ishte brezi që ndryshoi drejtimin e historisë dhe që më vonë krijoi vazhdimsinë që u materializuan rezistencën armatosur të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë vijë historike, shumë nga ata që ishin aktiv në vitin 1981 u gjetën sërish në organizimet për çlirimin e Kosovës. Në atë botë e kohë, para gjysmë shekulli, shqiptarët në Jugosllavi ishin populli më i shtypur dhe më i marginalizuar politikisht, si dhe më i diskriminuar e i shfrytzuar ekonomikisht mbi baza etnike. Shqiptarët ishin privuar nga shumë të drejta kulturore dhe shoqërore, me që ata konsideroheshin nga shteti i Jugoslavisë si qytetarë të pabarabartë me të tjerë, qytetarë të dorës së transdyt, dhe si një komunitet etnik që herët avon duhej dëbuar për territoreve të tyre autoktone, duke i spastruar etnikisht ato për të krijuar më shumë hapësirë për Serbinë e Madhe. Indignata akumuluar ndër vite atë veç shpërtheu duke u artikuluar politikisht në një lëvizje gjithëpopulore. Gjatë atyre ditëve të më pas, nga dhuna policore, numri i të vrarëve ishte imens. Përveç 15 të plagosurve dhe mijëra të arrestuarve të burgosurve, të cilët i presnin gjyqjet e montuara politike. Gjatë dhe pas këtyre demonstratave popullore, paqësore dhe të drejta, policët e Serbisë i vranë Aslan Pirevën, Afrim Abazën, Naser Hajrizin, Rojdi Husenin, Sherif Frangun, Ibrahim Krasniqin, Xhelal Maliqin, Salih Abazin dhe Riza Matić. Demonstratë e vitit 1981 e ndanë historinë e Kosovës në Jugosllavi në dysh, duke u bërë gur provues mes integrimit nënshtrues në sistemin jugosllav dhe refuzimit parimor të tij përmes lëvizjeve antisistem, si rezistencë ndaj dhunës dhe shtypjes shtetërore të një regjimi politik i cili e kishte pushtuar Kosovën dhe e mbante një federat me popull e njësi të tjera, pa vullnetin e neve banorëve shumicë të vendit tonë. Demonstratat e vitit 81 janë të mëdha dhe historike, sepse me kërkesën për Republikën e Kosovës, ato e ndryshuan rrjedhën politike e historike të Kosovës e të shqiptarëve në Jugosllavi. Ato e bën kthesen, ato e ndan historinë e Kosovës në dy epoka. Ato ndryshuan ose rënuan të gjitha paradigmat politike, nacionale dhe strategjike të Kosovës dhe hapën shumë rrugë të reja për Kosovën dhe shqiptarët. Elita politike e Kosovës atëhershme besonte se Jugoslavia është zgjidhja e vetme për Kosovën dhe se krahina autonome socialiste e Kosovës është e arritura më e madhe në historinë e shqiptarëve dhe çfarëdo kërkesë tjetër është vetë shkatërrim. Studentë dolën në rrugë dhe kërkuan që Kosova të bëhet republikë dhe që shqiptarët e Kosovës ta gëzojnë statusin e kombit. Edhe pse kanë kaluar mbi 4 dekada nga zhvillimi i demonstratave të 81-s, vitet nuk e kanë zbehur rolin dhe kujtesën e këtyre ngjarjeve, sidomos për ne bartësit dhe organizatorët e tyre. Roli i gruas në këtë ngjarje ishte i shumanshëm dhe thelbësor, duke përfshirë pjesëmarrjen aktive, qëndresën ndaj represionit dhe kontributin në ruajtjen e identitetit kombëtar. Në këtë kontekst,
roli gruas shqiptare përbën një dimension të rëndësishëm të rezistencës shoqërore dhe kombëtare. Gruaja ka luajtur një rol vendimtar dhe aktiv në demonstratat e vitit 81. Ato ishin forcë politike, morale dhe pjesë aktive e demonstratave. Roli i saj ishte shumë i rëndësishëm në këto demonstrata, duke filluar nga pjesëmarrja e saj masive dhe aktive në demonstrata deri të qenit organizatore e tyre në qytete të ndryshme të Kosovës. Që në fillim të organizimit të demonstratave, studentët e Universitetit të Prishtinës u rreshtuan në balë të tyre për krah kolegëve të tyre studentë. Ato morën pjesë aktive në protestat që fillimisht kishin karakter social, duke kërkuar kushte më të mira jetese e studimit. Me kalimin e kohës, kur demonstratat morën drejtim politik, pjesëmarrja grave u bë edhe më e rëndësishme, pasi ato përfaqësonin një pjesë të gjallë të shoqërisë shqiptare. Por, edhe një argument tjetër do ta kemi parasysh që proceset tona nuk kanë përfunduar. Edhe Kosova, një të nesër me jo të lartë, do të punojë për bashkimin kombëtar me Shqipërinë dhe trojtë e veta shqiptare. Sille, në proces e sipër duhet të kërkojmë dhe të punohet edhe në aspektin institucional, shoqëror dhe individual, që një gjyq i padrejt i cili sot po zhvillohet në Hagë, do të trajtohet si i tillë dhe të lirohen nga burgu Jakub Krasniqi, Hashim Thaçi, Recep Selimi dhe Kadri Veseli.